Fatkeqësisht asgjë të re për të thënë, Kosova dhe institucionet e saj vazhdojnë të mbesin peng i kryenetësisë së kryeministrit në detyrë deputetit Albin Kurti, edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj. Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për blokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat do duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Fatkeqësisht, asgjë nuk është duke ndodhur, i bëjmë edhe një herë apel që të reflektoj në mënyrë që të ecim tutje. Faleminderit shumë, kërkoj falje që s'po kemi lajme më të mira me ju dhënë. Good.